Krijimi i një sipërmarrje digjitale ishte tema e workshopit inovativ të organizuar nga Departamenti i Biznesit dhe Qendra e Inovacionit Smart City Hub në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Të ftuar pedagog, student dhe profesionistë të fushës së menaxhimit dhe inovacionit digjital, një aktivitet që synon të nxjisë kreativitetin, bashkëpunimin dhe vizionin digjital të sipërmarrjes të së ardhmes. Gjithashtu synon të nxjisë tregun e punës dhe ku studentët të krijojnë bizneset e tyre në tregun digjital. Shefi e Departamentit të Biznesit në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, Fiora Alba Velaj, thotë se dokumenti shkencor që do të dalë nga ky studim do të vendoset në dispozicion të studentëve, bizneseve dhe grupeve të interesit. Qëllimi i këtij workshopi sot është bëjmë një ulësie ndërmjet pedagogëve dhe studentëve në krijimin e një informacioni në lidhje me nevojën që tregu i punës sot ka në lidhje me aftësitë digjitale. Dhe pastaj roli që aftësitë digjitale në krijimin e tyre si rrjedhoi krijoi një aftësi tek studentët tanë për të krijuar bizneset e tyre në fushën e digitalizimit dhe njëkohësisht për të qenë një forcë pune avë për të përshtatur me nevojat që ka zhvillimi i qyteteve smart, zhvillimi i turizmit smart, zhvillimi i bizneseve të cilat kërkojnë përdorimin e platformave digjitale dhe është një workshop i cili vjen si rrjedhoi e një studimi që pedagogët e Departamentit të Biznesit kanë bërë në lidhje me identifikimin e nevojës për aftësi digjitale në tregun e punës në Vlorë, në biznese, kryesisht në fushën e turizmit, që është dhe sektori kryesor i zhvillimit ekonomik të gjithë qarkut Vlorës. Patjetër që ky studim do të thellohet më tej, por aktualisht neve të gjitha ato fondet të cilat Universiteti i Vlorës i ofron në lidhje me projektet e kërkim zhvillimit në universitet i ka fokusuar pikërisht në Departamentin e Biznesit në krijimin pikërisht të një dokumenti shkencor i cili më pas do t'i vihet në dispozicion si studentëve, por njëkohësisht edhe bizneseve, sipërmarrësve dhe atyre që synojnë bëjnë pjesë e këtij biznesi digjital. Velaj thotë se ky aktivitet ishte në vazhdim të shumë aktiviteteve shkencore të Departamentit të Biznesit të financuara nga Bashkimi Evropian, ndërsa synohet që këto aktivitete të vijojnë edhe më tej. Workshopi inovativ në lidhje me krijimin e sipërmarrjeve digjitale është në vazhdën e të gjitha aktiviteteve shkencore që Departamenti i Biznesit ka zhvilluar në vitet e fundit, kryesisht të financuara nga projektet e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht neve të gjithë këtë lloj angazhimi në po themi disiplinat të cilat lidhen me inovacionin digjital, synojmë që ta vazhdojmë më tej edhe si aktivitet të Qendrës Inovacionit Smart City Hub, të cilën e kemi krijuar dhe është e lokalizuar pikërisht në Departamentin e Biznesit të Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Vlorës. I gjithë ky dokument shkencor së shpejti do të vihet në dispozicion të sipërmarrësve, të pedagogëve, të studentëve dhe kryesisht të studentëve në faqen zyrtare të Universitetit të Vlorës, ku mund të konsultohen të gjithë grupet e interesit në lidhje me gjitha dhënat që janë mbledhur për punuar dhe kanë nxjerrë konkluzione dhe rekomandime të vlefshme për të gjitha këto grupe interesi. Workshopi inovativ krijimi një sipërmarrje digjitale synon që të ofrojë një analizë mbi trendet e transformimit digjital në bizneset shqiptare, praktikat bashkëkohore për krijimin dhe menaxhimin e një sipërmarrje digjitale, si dhe një diskutim ndërmjet akademikëve dhe përfaqësuesve të bizneseve në Vlorë.